Këtë kompani sot hap pikën e 27, prandaj ne këtë vit presim të plotësojmë rreth 30 pika. Ne ju garantoj për kualitetin e këtë kompani, prandaj ju ftojmë të jeni klientë për këtë kompanisë. Arsyeja është që përveç çmimeve më të mira në treg për kualitetin dhe nivelin e shërbimit çfarë bëj, ne ju garantojmë që me këtë kompani banë edhe më shumë kilometra. Kam shumë klientë që i kanë verifikuar dhe kanë bën mbi 30% më shumë kilometra, që vjen 100 litra, nëse 30 litra i ka kursy, shkon rreth 40 euro që i ka kursy dhe 40 euro një rezervuar ka qenë shumë. Përveç asaj ka shumë kompani ose njerëz që kanë kerret shtrajta, automjete shtrajta dhe kanë pas probleme elektronike në tyre sepse në panelat e tyre shumë shpesh ju kanë vësh drita të cilat kanë treguar për ndonjë defekt. Në të vërtetë senzorat e motorit ju kanë treguar që kvaliteti i derivatit ka qenë i dobët. Dhe pasi që kanë filluar të furnizohen për këtë kompani, aty ne ju kanë dalë të gjitha ato drita të cilat kanë treguar që sinjale që kanë treguar që ata kanë mundësi të kenë ndonjë defekt, për shkak se ato sinjale nuk kanë për shkak defekteve, por për shkak që të djeshmërisë e motorit prej kualitetit të derivateve. Përveç asaj, do me thonë, kjo t'i bjen që ti mundesh me kursy për shkak se automjeti juaj nuk do të ketë defekte dhe probleme për shkak të kualitetit naftës, përveç materialit harxhuar që ka mundësi. Gjithashtu ju ftojmë që ju të downloadoni edhe aplikacionin e këtë kompanisë, ku ju do keni mundësi të keni aty edhe barkodin për bonuset që mund të shfrytëzoni dhe përfitimet që mund të keni në këtë kompani dhe mbi hapje restorant, dhe gjithashtu do të keni të gjitha informatat e reja dhe ofertat që i ofron këtë kompani, po më e rëndësishme për klientin është sepse ata asnjëherë nuk kanë bërë menaxhimin e shpenzimeve të derivateve, dhe kështu me këtë rast ato ju regjistrohen saktë dhe për secilin ditë, secilin javë, secilin muaj, vit, periudhë caktuar që ai dëshiron, ai mund të nxjerrë shpenzimet e sakta dhe kështu mund të bëj kalkulime se sa dëshiron me harxhit për karburant në mënyrën që mos me abuzu, të mos pas informata. Ju faleminderit. No coming down